domethënë dritë, nuk shihet një farë dritë në fund të tunelit, po mendoj që duhet vetë serbt, edhe shqiptarët e Kosovës, serbt e Kosovës duhet të shkëputen nga hegemonia, nga shovinizmi serb. Ajo besoj që ka me pajtu këtë mënyrë, sepse unë mendoj që është thuajse e pamundur Kosovë-Serbi. Është provu shumë. Përmeni edhe Iliri e vitet edhe deri në 2011 deri në 2015-16 është jashtëzakonisht shumë është punu edhe është menduar që do të vjen kjo, po është një ndarje, një ndek edhe po shkon shumë më shumë. Nuk e u thelluar kjo ndek. Te Iliri e kuptoj, po prapë është pak më ndryshe, nuk është që kemi një deklaratë që po e thot një shtet ose një zyrtar i shtetit që vesh to. Po thot një zyrtar i shtetit që ka bos pastrimin etnik, që ka provuar me bos pastrimin etnik. Nuk është një që thot kush do të se ka bërë. Po është dëshkuar, dënuar. Këta kanë bë, edhe kur të thot çaj që ka bë, thot ta bëj, është më rrezikshëm, edhe kërcënimi kur të bëjmë, kur të thot një kriminal që ka plagoz dikon, kur thot që të bëjt mës, ajo zihet kërcënim shumë serioz. Kur thot një Halili Pahiri këtu, se një merr shumë me disa Halili. Unë e shoh. Për shembull, intermezzo për shkak të kemi një lidhje direkte, do të kthehem te ti. Ilir, e kemi Ragmi Mustafin, ish kryetarin kombëtar të Këshillit Kombëtar shqiptar në Lugin të